Hani 7 arra dhe prisni 4 orë, ja çfarë i ndodh trupit tuaj. Nuk është çudi që arrat janë ndër pemët më të respektuara në popull. Një studim i publikuar së fundmi ka zbuluar se arrat janë mbrojtësit më të mirë të shëndetit të zemrës. Ato janë të pasura në lëndë ushqyese të tilla si omega 3, omega 6, magnez, vitamin B6, mangan e të tjerë. Një studim shpjegoi se konsumi i vetëm një grusht arra 5 herë në javë ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës për 40%. Studimi kishte gjetur se personat të cilët konsumojnë arra në mënyrë të rregullt përmirësojnë ndjeshëm nivelin e kolesterolit në gjak dhe i bëjnë më fleksibël enët e gjakut, të cilat ndihmojnë në qarkullimin e gjakut pa probleme. Hulumtimi kishte vëzhguar 15 njerëz me nivel të larta të kolesterolit, të cilët hëngrën 7 arra për 5 herë në javë dhe rezultatet ishin vërtet fantastike. Vetëm duke ngrënë arra çdo ditë ju do të mbroni dhe zemrën nga sëmundje të ndryshme.